Në datën 11 mars, procesi i licitimit për qiradhënien e plazheve në plazhin e Madh ka ngjallur reagime të forta nga komuniteti lokal dhe ka tërhequr vëmendjen e autoriteteve qendrore. Kompania Eagle Hills Montenegro, me kapital arab, ka paraqitur ofertën më të madhe për qiradhënien e mbi 10 plazheve, duke ofruar shuma astronomike që kanë shkaktuar shqetësim në mesin e qytetarëve dhe autoriteteve lokale. Kjo çështje, përveç se ka bërë që të reagojnë të gjitha organet komunale, ka prekur shumë të gjithë qytetarët, jo vetëm ata që janë qiramarrës të këtyre plazheve. Turizmi në Ulqin është një shtyllë kryesore për zhvillimin ekonomik. Nisur nga kjo, dëmi që mund të shkaktohet në këto tender i prek të gjithë qytetarët pa dallim. Shqetësimi i qytetarëve vrehet edhe në përgjigjet e dhëna për televizionin Teuta. Si mendoni që do të ndikojnë në turizmin edhe ekonominë e Ulqinit? Tu s'merret javën kur ja, a kupton të banë shkejbje ku i men, pra të rësvi nuk i që diko çfarë gjene ka arë këtë vend. Si mendoni që do të shkoj turizmi nëse të huajt do të vinë të na marrin plazhet e Ulqinit? Do të hub lerën Ulqini që ka pas dikur. Kështu që na në qoftë se nuk çohemi pi gjumit, shikon që lypin në realitet, punë që bëhet përpara, na jemi të marrum. Po nuk ishtë çudim e do marrë si se kanë marrë tanë Ulqinin. Vendasit ulqinakët jetojnë nga turizmi dhe nga plazhet. Po kush ka me dalë para atyne? Kush cili? A mendoni që do të ndikojë edhe në turizëm dhe ekonomi? Jo më s'ka me kë. Unë bela se presa, tiki me prit. Kanë me marrë fare Ulqinin. Se thoni kështu? Kina me ikë në pejtu pa, a shifni, ta 10 vjetë çka ishtë i ba 15. Unë për të thëmë edhe një fjalë, si ka me qenë sigurt. Ja shumë shpejt, po bela për një 20 vjetë. Nësë kina me pas drejt me hy, me kalu urën ati, me dalë me ta në njëna, se ka me në marrë dikush tjetër. Ka me në lyp pasaporta. A mendoni që nëse nuk ka me pas turizm, ka me pas edhe rënje ekonomike në Mali? Ka me pas turizm, s'ka me pas rënje ekonomike, heq. Mushit atyne që i punojnë, që i mojnë ma mirë, e që i rregullojnë ma mirë. Edhe pse nuk duhet t'i marrin ato që i kanë pasur me vite qytetarët tonë të vinë dikush tjetër t'i ja marrë, si e shihni këtë situatë? Sepse kanë lujt me punëtor, i kanë pagu sa kanë dash, i kanë shfrytzu, edhe asku gja s'kanë bo. Investitor strategjik ish ma mirë. Si e shihni situatën e tenderave? Si tanë punë në Malëzi, që të dhe kepi s'mrapshit. Si me thamë, kesh marrja Zotit, si kesh një katastrofë për të anë për qytetarët të Ulqinit, për shtetën e Malëzi, një biznesmen, një njeri i madh, si dhe me marrë këtë mënyrë plazhet e Ulqinit, katastrofa, i mund me marrë mënyrë tjetër, mund me marrë projekte, mund me shku me shtet, dhe të marrë komplet plazhet e madhe. Këtë mënyrë, ishë marrë e Zotit. Na si Ulqini edhe si shtet, si duhet me na mbroj dikush, kryetari i shtetit edhe kryetari i komunës të tanë mbërbash me tanë partinet, me tanë njes, du të më qunë kam, edhe këtë gjë mos me leju, me gjetë kompromisin mos me leju, se nuk ishtë e rregull kja për plazhmadhe që ka ishte ndodhë. Kesh marrë e Zotit për ne, për fëmijët e jonë, edhe pasardhët e jonë si ka marrë. Kesh një pasoj e madhe si ka me ndodhë. Që ose e lamë këtë gjë, na ma mirë mos me qenë. Asë s'ka me shku, asë si. A ka me qenë keq për qytetarët e Ulqinit turizmi? Shumë ka me qenë keq. Se kena frikë din më ku shkom plazh me shku mu rrezit atje s'ka me na lanë. Ti huji gotovo se s'ka. Nuk ish mish, nuk kam shef fish që janë napin aty. Bërë shalla mirë, zi. Unë stam se me turizëm ma ka herë, unë jam tamam Ulqinak në Ulqinit, e di si është turizmi, si shkën, turizmi ishte duhet me qenë për turizëm, zor ka me shkëllë, zor, gjina mas për na për Ulqinakbe, aje që është plazha e jonë, gjina mas për Ulqinakbe, tira kush mi marë plazhën, ata mesin pa punda këtë. Jednu ruku je u redu, jednu i nije. Pa trebalo je ostati stari imovin, ali malo da se zakup poveća. A i oni su se mnogo raširili, od sporednoga puta su zauzeli do samoga mora. Zimi ne može da se uđe na plažu, zaključano sve. I to je jedan razlog isto. Pa zavisi koliko će Arap plati para Ulcinju, to je problem. A ako ne plati ništa, onda nikom ništa, bolje onda naš ima dati. Oni su nešto i davali. Ky është një moment ku të gjithë qytetarët shprehen një zëri që duhet të jenë të bashkuar dhe të kërkojnë të drejtën e tyre që në komunën e Ulqinit të mos tolerohen më padrejtësi.